Live from Tirana në Top Albania Radio. Juri përshëndes edhe një herë nga pjesa e dytë të Live from Tirana, drejt për drejti nga kurioziteti i shqiptarëve dhe për sot në këtë të martë, datës 7 korrik 2026, dhe siç e lajmëruam në krye të herës, do të flasim tashmë për një temë që besoj ndoshta ngjall pak interes, por ne do të bëjmë misionin ton si gazetare, si media, sepse edhe ato që janë në minorancë, pra janë njerëz më të pakt, por janë të rëndësishëm edhe nëse arrim të edukojmë një person të vetëm, sot besoja kemi dalë. Erlinda Dudaj, botuese, mirë se vjen në programe dashur. Jam shumë e kënaqur gjithmonë që të flasim së bashku, sepse ndajmë mendime të çdo lloj fushë, edhe jam shumë e kënaqur sepse në fakt këtu shikoj edhe një njerëz që më duket si një përballje brezash. Po. Edhe është një përballje që shpeshherë ka luftë, po nga ana tjetër ka edhe un kam çfarë mësoj nga ty. E ti që besoj se ke çfarë mëson nga mua. Kam shumë për mësuar. Jo, dikush mund të thoshte për shembull, Arlinda nuk u lodhe gjithë këto vite duke folur për librin, në një kohë që po përqafohet çdo ditë më pak mbase, nuk e di. Shiko, jo, nuk jam lodhur dhe mendoj që kjo është gjëja që do bëj derisa të kem frym. Nuk është se di të bëj gjë tjetër, po mendoj se edhe se është gjëja që di ta bëj mirë. Dhe shiko, vërteta është që më ndodh kjo që ti thua. Do me thënë, humori më shkon her pas here me luhatje, sepse ka momente që shikoj që jam komplet e pa dëgjuar, po ka momente që mjaft që të kap vëmendjen kaq të shkurtër tashmë që ka, sidomos brezi i ri, teksa rrëfej apo tregoj për libra, apo teksa marr referenca të caktuara dhe flas për to. Them se kjo më mjafton. Kjo më mjafton është ajo që thua ti, që nëse kam bër të interesuar një person, për mua mendoj që kam kryer misionin ditor. Pastaj hapas hapi. Un jam e qartë që sot jetojmë në një moment të cilin nuk e kthejmë dot mbrapsht, por besoj shumë që përmes dijes ose le të themi përmes të lexuar, përmes të kuptuarit të thellë, sepse gjithmonë kur ti lexon merr një mendim, merr diçka që ty të vlen për të kuptuar më mirë jetën, sepse kur sheh një lajm në Instagram, se Instagrami nuk e kthem dot, do ndodhi, po të kesh mundësi që ta filtrosh ti një herë së pari me mendjen tënde, jo ai të jetë mbi ty. Se kur flasim për AI-n, për shembull, kur flasim për inteligjencën artificiale, është një mjet shumë i mirë, mund të jetë një mjet shumë i mirë, po varet se si e përdor gjithmonë. Dhe po them që kjo dije dhe kjo lloj gjëje për cilën un flas dhe që mund të kalohet përmes librave, mendoj që vlen shumë për të qenë ti më i Zoti, për ta përdorur ti më mirë atë në shërbimin tënd. Dgjoj, ti çfarë ndjen tek gjenerata e re, tek gjenerata Z, e cila ka studime, është e paragjykuar, e stigmatizuar, ndonjëherë me të drejtë, ndonjëherë pa të drejtë. Domethënë ti në realitet vinë të takojnë, domethënë ndjen që ka të rinj të interesuar për librin? Roni, që nga viti i kaluar që jemi parë këtu, domethënë, në fakt kam bërë një projekt të lezetshëm dhe kam shkuar nëpër shkolla. Un kam shkuar nëpër shumë shkolla të gjithë Shqipërisë. Okej, jo vetëm në Tiranë. Dhe kam folur tamam Gen Z, madje ata mund të jenë dhe më të vegjël se sa Gen Z. Dhe nuk e di si quhen, ndoshta Gen Alpha, ndoshta. Por janë absolutisht një brez që është shumë, mund të thosha që është shumë i zgjuar se sa ç'kemi qenë neve, sepse ka shumë informacion patjetër, por natyrisht kanë ato problemet e veta që janë të lidhura me çka ne ju ofrojmë, por kam parë nga ana tjetër, kam parë shumë interes për libra, unë kam folur për libra në fakt. Kam folur jo për libra të caktuar, por kam folur për libra në përgjithësi dhe për leximin. Dhe unë shkoj dhe bëj një gjë, i them çfarë libri po lexon. Dhe atë pëlqen dhe pse s'të pëlqen. Sepse ky brez, sikundër dhe brezi Gen Z, ka qenë i vënë përballë disa kushteve që nuk është se e kanë zgjedhur ata. Pra, absolutisht nuk ka këtu arsye për të bërë asnjë fajtor, por natyrisht jemi ne dhe është detyra jon, qofte e mësuesve, të cilët ndonjëherë thonë, e shikojmë vetëm si luftë. Nuk është një luftë. Patjetër është një përballje, sepse ka qenë gjithmonë, edhe brezi im është përballur me brezin më përpara, kjo është bota në fundit, kështu evolon, por nëse ka një gjë për të cilin i bëhem bashk, është libri. Do me thënë, ne themi ndonjëherë që se kush lexon tallet, nuk është e vërtetë. Dhe ti shikon këtë, i quajnë nërda, i quajnë, ajo pjesa që tallet ajo ka qenë gjithmonë në fakt, Roni. Nuk është se ka ndryshuar kjo nga brezi në brez. Gjithmonë ka qenë ajo, po është
gjithë puna është dhe duke lexuar ti armatosesh pikërisht me këtë lloj si thua me këtë lloj lënie mosvarje kur dikush të drejtohet me këtë, domethënë sepse këto janë të gjitha armë, me cilat armatosem. Këto janë në fakt arma, dia është gjë më e bukur dhe pastaj aty do tregohet se e ardhmja do ta tregojë se dhe ka treguar gjithmonë që një njeri me dije shkon gjithsesi më larg. Nuk po flasim kush ka më shumë para, po gjithsesi më larg edhe për aspektet të lumturisë mendoj. Pra, që domethënë modelet janë shumë të këqija, patjetër. Modelet janë shumë të këqija, por edhe çfarë ne vërtet quajmë ndonjëherë sukses, se dëgjojmë shumë. Kjo është shumë e vërtet. Kjo është shumë e vërtet. Pra, nëse ti je famshëm, je i sukses, nëse ke shumë lekë, je i sukses, në fakt thelbi është të jesh në paqe me veten, ndoshta libra, filozofia, psikologjia që mund të gjejmë në këto libra mund të na ndihmojnë për të qenë më në paqe me veten. Që më paqen vetë sepse ti kupton për sa ke nevojë një herë, domethënë. Po flasim sepse nevojat janë të ndryshme, ëh, domethënë a ke 10 bluza apo ke 2 bluza për mua për shembull, unë mendoj që nuk është ky problemi. Shpeshherë bëhet ky problemi dhe duke bërë këtë problem dhe duke e amplifikuar, pastaj edhe me modelet e këqija që shikon, por them ti jesh i pajisur me dije, e kupton dhe e ruan veten, është tamam sikur të marrësh një mburoj. Dhe un flas gjithmonë për libra të mirë, flas gjithmonë pra edhe thjesht fakti që ti të studiosh historinë, po historinë përmes unë mendoj shpeshherë që edhe përmes librave artistik ti e studion historinë, arrin të kuptosh shumë mirë që kjo gjë që po ndodh ka ndodhur shumë të tjerëve dhe kjo është që ti mos ndjehesh i vetmuar në këtë botë, sepse shpeshherë është dhe vetmia, është ajo dëshira apo traumat, edhe të përballesh me traumën, sepse secili nga ne ka ato traumat e veta. Dhe nëse ti nuk përballesh, po përballesh edhe duke lexuar. Jo thjesht duke shkuar te psikologu. Duke lexuar ti arrin të kuptosh që ka njerëz që kanë kaluar gjëra si kundër te ti. Kjo është ajo mrekullia që e ka letërsia e mirë, sepse ka dhe tash këtu ka shumë letërsi dhe unë nuk dua ta paragjykoj, patjetër, po ka ndonjëherë edhe letërsi që është çik si ai leximi, si edhe scrollimi i Instagramit, e quaj her pas here. Sikudo, nuk mund ta shmangim. Por natyrisht, nëse ti lexon, edhe ajo moment që ti lexon të bën të kuptosh dy gjëra, të marrësh diçka. Mbi të gjitha do mësosh si shkruhet një fjalë. Si shkruhet, ose si ta nuk shkruhet mrekullisht, por mrekullisht që e shoh shumë mend dhe vazhdon. Të gjithë mrekulli. Ka shumë të tilla. Është dhe një tjetër se më kujtu tash ti edhe vjen shumë për të qeshur. Jo pushofsh u prefsh në paqe, po prefsh. Dhe prefsh është edhe kjo është një gaf që ndodh shpeshherë. Nëse janë dhe këto gjëra që ngelen kështu si rudimente, nuk është as ndonjë krim shumë i madh, po që në një farë mënyrë tregojnë pikërisht atë gjë. Dhe përveç se çfarë përveç shkrimit, se shkrimi është shumë i bukur dhe më pëlqen shumë kjo pjesa, ky moment, është edhe të kumtosh atë që ti do. Dhe në momentin që ti dëshiron diçka, varet se si ja thua tjetrit, varet se si ja thua me ulërim, ja thua apo ja përmbledh mirë mendimin. Arti të komunikuarit. Do të bëjmë vetëm një shkëputje të shkurtër marketingu, do të rikthehemi pas në studio me një listë librash që sipas Arlinës gjithmonë janë interesant për të lexuar këtë verë, duke qenë se kemi kohë mjaftueshme. 10 është ora eksakte në këtë moment, ne vazhdojmë të jemi në studio me Arlinda Dudaj, botuese. Ke disa libra në tavolinë. Po, i solla disa libra, edhe sepse në fakt është një moment tani që njerëzit ikin për pushime, pyesen çfarë. Mund të ndryshoj pak shija ndjes e leximit të librave nga dimri në verë, pra në verë ne jemi pak më dark, më të thellë. Ndoshta në verë munduam gjëra më limonad që nuk na fusin shumë të vam, pra apo s'ka ndikim këto librat. Njerëzit e kanë këtë lloj ide në kokën e tyre, domethënë që librat e verës duhet të jenë më të thjeshtë. Unë mendoj që dhe në përgjithësi e jap si këshill, jap edhe librat le të themi më të lehtë për tu lexuar, gjithmonë letërsi e mirë, po dhe libra që sepse gjatë dimrit ti thua është më dark edhe do të lexosh pak më gjëra më të vështira, kështu, po nga ana tjetër mund të jetë kundërta sepse ti ke më shumë kohë në verë. Domethënë edhe telefoni bie pak më rrallë në verë, po ta vësh re sepse njerëzit janë me pushime, kemi pak punë. Kështu që mund të jetë moment shumë i mirë edhe për të hedhur dhe për të lexuar libra që janë të thellë, domethënë, kështu që unë jap të dyja rastet. Në fakt i kam sjell këtu me idenë, kam sjell së pari librin, le të themi që mund të jetë libri verës, është një libër edhe i trash, sepse që kesh mundësi të marrësh një dhe ta lexosh, Sekreti i fundit të Dan Brown. Dhe Dan Brown, siç e di, është autori i Kodit Da Vinci, është një shkrimtar i cili me mënyrën e vet, sepse ai gjithmonë merr historinë apo merr momente të caktuara në histori, po që kanë të bëjnë kryesisht me dekodifikimin, edhe njëri nga personazhet është Robert Langdon, i cili dekodifikon kodet, edhe është shumë i njohur, është profesor i Harvardit, dhe ngjarjet zhvillohen në një qytet të Evropës.
Evropës. Ka filluar që me, po themi, me Romën, me Firencen, edhe ka marrë dhe në fakt arrin që përmes letërsisë në mënyrën se si ai është në kërkim të këtyre kodifikimit, sepse ndodh gjithmonë diçka, ai ti bëj këto qytete që të jenë menjëherë të dëshirueshme për të vizituar. Edhe sepse në fakt ka udhëtuar kudo me librin e vet, në këtë rast është në Prag, edhe trajton gjithmonë para 8 vjetëve, kur ishte libri i tij i fundit, Origjina, ai foli për inteligjencën artificiale siç e njohim sot. Dhe atëherë mua më kujtohet që më duk se ky kishte informacion. Në fakt, natyrisht që ka informacion sepse priret që të marrë her pas here, domethënë shumë gjëra që janë duke si informacioni klasifikuar, dhe foli pikërisht për inteligjencën artificiale që ne sot e po vërtetojmë. Këto një miku im e kishte lexuar, ose më saktë po lexonte dhe po më shpjegonte këtë shpjegimin e AI-t për të cilën autori flet. Pikërisht Origjina. Dhe ka folur para tek, ndërsa këtu merret me vetit paranormale për mënyrën se si ka shumë libra, domethënë është edhe një libër tjetër Shpirti që është flet për një historinë e një shumë i bukur që flet pikërisht për një grua e cila flet për rimishërimin, edhe është një nga librat më të bukur e ka përkthyer Timo Flokë, dhe atë e kam për unë, edhe është një libër që vazhdojnë e pëlqejnë sepse njerëzit ndjehen tek to. Pra ndihet sikur historia përsëritet, dhe në fakt ka të bëjë pikërisht me atë që themi, që historia është e përsëritur në mënyra të ndryshme në njerëz të ndryshëm. Natyrisht këtu është roman edhe ai fut dhe thrillerin brenda, edhe është në fakt është Katrin Salomoni, që është shoqja e tij. Është që ka shkruar një libër lidhur me këtë dhe i intereson shumë CIA-s amerikane. Edhe pastaj fillon, edhe nuk dua ta zbuloj, por ky është një nga ato librat që të mban nga faqja e parë te faqja e fundit, dhe është një libër që lexohet shumë mirë poshtë çadrës. Ndërkohë kam sjell një libër nga ata, po themi, nuk është i rënd në mënyrën se si është shkruar, por Annie Ernaux është nobeliste. Historia një gruaje. Janë 3 romane, brenda 3 romane të vogla, se po ta shikosh dhe libri nuk është shumë. Dhe në fakt Annie Ernaux është e njohur për mënyrën se si ajo flet për jetën e vet dhe tregon aspekte të caktuara të jetës vet. Por ti thua, po pse do të më interesoj mua kjo? Në fakt, gjithë thelbi është sa ka jetuar një jetë të një njeriu normal, ndoshta po shkrimtare madhe, dhe e sjell për të sjellë një epokë. Për shembull, në romanet e saj janë shumë revolucioni 68-s që ndodhi, që po fshiu, që ti kupton shumë gjëra, revolucioni seksual. Ti kupton dhe si jetonin gradikur, se historia e një gruaje në fakt është historia e nënës së vet, e cila është duke vdekur nga Alzheimeri, është dhimbje shumë e madhe, është pak libër, le të themi që është i rënd, po është një histori që mund të ketë ndodhur shumë njerëzve, prandaj them gjithkush mund ta gjejë veten. Tek ngjarja është historia e abortit të saj, një histori shumë e fortë gjithashtu, ku tregon se gratë në atë kohë, pra në vitet 60-70, nuk kishin mundësinë të abortonin siç ndodh sot, dhe të kishin në një farë mënyrë lirinë. Tash se ka shumë tani anti-abort, por në fundit edhe aborti, pavarësisht se është një akt i dhimbshëm për një grua, në një moment caktuar është edhe liri, është pjesë e lirisë, dhe natyrisht që pikërisht për këto apo turpi, ku tregon në fakt një moment të caktuar në jetën e saj kur është ndjerë e turpëruar, sepse prindrit kanë bërë një debat, janë detaje të cilat të ngelen në një cep të trurit, dhe çfarë po thonim më përpara, nëse ti nuk i përball, ai ngelet brenda teje dhe shfaqet në mënyra më të shumë të çuditshme. Pra ti duke i lexuar këto, përballesh dhe me veten tënde. Ky është një libër që do ta sugjeroja shumë. Është një libër i vogël, po që ky është një, si do thoya, një margaritar i vogël, më ndafsh, nga Alessandro Barrico. Po ta shikosh është një grua japoneze, edhe në fakt është një histori e një dashurie që nuk kuptohet nëse është ka ndodhur vërtet, pra sepse është një dashuri tejet e madhe qiellore, dhe është historia e Hervé Joncourt, i cili është një burr francez që niset për të ka zbuluar në fakt që Mëndafshi është një material shumë i çmuar, i cili është shumë i mirë në atë kohë dhe flitet për shekullin 3 shekull më parë, dhe është duke bërë biznes me një japonez që është shumë larg. Tani do të mendojmë dhe kushtet e atëhershme, për të shkuar atje do duhet një rrugë shumë e gjatë. Aty njeh një grua, të cilën në momentin që e përshkruan, është një përshkrim jashtëzakonshëm që nuk thuhet dot me fjalë, do thosha, dhe kuptoj që ai ka rënë dashuri. Ka rënë dashuri. Tani në fakt Hervé Joncourt është i martuar, edhe gruan e ka në Francë, dhe bën her pas here dhe është i zhytur në këtë, nuk i tregon kurrë asnjëherë asnjë gjë asaj, por në fund ndodh diçka te jetë jashtëzakonshme. Është një libër që lexohet menjëherë. Pasionues këto histori të dashurisë. Edhe jemi dashurisë, tani në këtë linjë përsëri
në një histori dashurie është Shpirtra vetmitar, që është një libër tejet i bukur për të treguar që dashuria nuk njeh moshë, sepse është dashuria me dy të moshuarve, e cila është e ndryshme, nuk është ajo ideja e seksit apo e çmendurisë siç ndodh, po është dashuria e dy njerëzve, të cilët ju me do mos e duan njëri tjetrin, se duan njëri tjetrin si njerëz, edhe tregon një aspekt krejt të veçantë të dashurisë. Unë në fakt thash janë prandaj në momente të caktuara të jetës duhet lexosh një libër që të përshtatet, sepse nëse njeriu është 20 vjeç, do të lexojë dashuritë e mëdha, sepse është i përfshirë edhe në shtjella të mëdha hormonale, të jashtëzakonshme në mënyra, dhe në fakt edhe Ani Ernaux ka një libër që tregon shumë bukur këtë që titullohet Pasioni thjesht, edhe që tregon një histori tjetër. Prandaj them, edhe shkrimtarët e mëdhenj kanë këtë magji dhe këto mjete të jashtëzakonshme për të na i sjell, sikundër ne do dolim të kishim sjell vetë, por nuk mundemi sepse se kemi atë genialitet. Interesante shumë, edhe do shkojmë pak në reklama dhe për ta lidhur pak edhe me diskutimin për shkak për këtë ngjarje e rëndë që ka ndodhur dje ka ndodhur para një muaji, në fakt po djeva publike në Fier, sipas të afërmve, një nga dhunueset kishte ndërprer shkollën për të ndjekur një kurs parukërie me synimin për të siguruar një profesion. Ktu rikujtojmë edhe një herë se sa shqetësuese është mos arsimi e çfarë pasojë sjell. Jo gjithmonë është kështu, por fatkeqësisht në shumicën e rasteve është kështu. Publicitet. Libra, treguam disa libra bashkë me Arlinda Dudaj, botuese, që janë opsion gjithmonë, ato çfarë ne sugjerojmë në studio që sipas dëshirës ju mund të lexoni gjatë kësaj vere, por jo vetëm, nëse nuk arrini të përfundoni, mbajeni aty, lexojeni në dimër, nuk është kur vonë për të lexuar, është gjithmonë mirë. I ke lexuar të gjithë? Patjetër. Pyetja retorike, cili prej tyre ty e ke kështu si atë copën e tortës, si mezi pret ta konsumosh në fund të darkës? Nga ato aty që ke. Shiko, i kam ndjesi të ndryshme. Për qenë të katërt shumë, se ti ndoshta tek Ani Ernaux ndjehem shumë sepse më përfaqëson. Do të thënë më përfaqëson jo për historitë që ka folur, këtu po më përfaqëson shumë, më pëlqen shumë mënyra e saj. Pak edhe, do të thënë, e revolucionare, do thoja. Do të thënë, pëlqen në kuptimin e revolucionit shpirtëror edhe mendor më shumë, dhe më pëlqen shumë. Po dhe Alessandro Barrico është një shkrimtar që e kam shumë të preferuar. Shiko, unë mendoj që në çdo libër ti gjen diçka. Gjen atë që të duhet dhe bën pyetjen që ti kërkon të bësh. Kjo është gjëja e rëndësishme, prandaj kaq të mirë librat. Se ka momente thu, po më ky libri ç'pun kam me këtë. Edhe mund mos kesh fare po në një moment caktuar, në një referencë, në një moment tjetër të jetës, ndoshta të kthehet edhe këtë kanë të mirë. Edhe është ajo që nuk skadojnë si gazeta, si lajmet e gazetave. Kanë këtë, kështu që mund të lexohen kur duash, është e vërtetë ajo që the. Dëgjoj, do të pyes pak për këtë rastin, domethënë ne kur flasim për libra, sigurisht ajo shkon në vi paralele me arsimin. Janë domethënë arsimi. Është thembra akilit. Thembra akilit, edhe për këtë rastin jo skandaloz, nuk di çajemi ti vë këtë rastit në Fier. Shikon, sa herë kujtoj, Roni, sa herë ngrihet, vërtet më ngrihet mishi. Domethënë është diçka që ose le të themi, e di si është kjo, është një shpull turinve shoqërisë. Domethënë ai dha një shpull të gjithëve. Sepse kur flasim për arsimin, nuk është puna se fëmia nuk edukohet vetëm në shkollë, po natyrisht shkolla ka një ndikim shumë të madh. Nëse flasim pra pikërisht për këtë lloj trajtimi që ka të bëjë me librat, me mënyrën se si ti ja jep një hurin qytetarin, me doj mos të bën të mendosh që është një problem shumë i madh ky. Nga ana tjetër, për mua një nga për shumë statistikat që më vjen në mendje, dhe ishim në një emision këtu te Top Channel, ka qenë te Pjeta, ku flitej që 50% e atyre që dalin nga arsimi 9 vjeçar zgjedhin të mos shkollohen, pra të bëjnë pikërisht ato kurset që po thua ti edhe këto. Dhe kjo është alarmante, por nuk është halli sepse do mësoj më mirë matematika, po do bëhet njeri, sepse arsimi e ka këtë. Nuk është puna sepse arsimi. Jo punosh në profesionin që mbaron. Jo me doj mos do bësh matematicien shumë i njohur, apo do jesh mësues, apo do jesh, po s'ka rëndësi. Librat dhe arsimimi të bëjnë ty një njeri më të mirë dhe sidomos me empati, sepse tek ajo video ti dallon unë bile dyshoj që duhet ishin ndoshta edhe në
ndikimin e narkotikëve, sepse një dhunë e tillë nuk e di çfarë mund ta nxjerr për jashtë një dhunë të tillë. Çfarëdo që të kishte bërë ajo vajza, çfarëdo që ty kishte bërë, po themi, një dhunë e tillë si e mendon ti? Ka mundësi që të ketë nga del kjo. Domethënë unë do dyshoj se më duket si një gjë që nga forma se janë arritur. Dhe në momentin që unë e pash tash, jo, kjo s'ka ndodhur, është fake news. Nuk doja ta pranoja. Unë do doja shumë të ishte fake news. Nuk është patjetër. Sipas të dhënave në Top Channel.tv, një 17 vjeçare, pra 17 vjeçare e cila është dhunuar brutalisht nga 3 bashkëmoshtarët e saj brenda ambienteve të një banese. Edhe kjo është një kampanë alarmi për prindit, kujdes me kë i shoqëroni fëmijët tuaj. Nuk duhen lënë me të. Patjetër, unë edhe shoqeve të mia jo them her pas here që më thonë do bëjmë pijama party, do shkojnë atë. Jo, në kohë që jetojmë më shumë e rrezikshme. Se di, nuk dua t'jap këshilla sepse ndonjëherë këto këshillat janë dhe personale, po unë djalin tim nuk e di që mos më ketë fjet në shtëpi, që është djalë, kur është vajza akoma dhe më shumë. Po mendoj që në dy rastet duhet shumë kujdes nga prindërit. Në kurat të sotme është dy raste problem. Vajza ishte ftuar nga shoqet e saj me pretekstin për të sqaruar një bisedë. Por takimi ka përfunduar pranë aktit të dhunës fizike, siç ne e pam dhe njëra prej tyre. Dhunë shtazarake, ëh? Shtazarake, nuk është një shpull. Ajo është një dhunë shtazarake, domethënë tërheqja për flokësh, është një tmerr i vërtetë, nuk e di se çfarë po ndodh me vajzën që është dhunuar, po do doja shumë që Nëna bën thirrje për vlerësim maksimal të gjendjes psikologjike, e cila thotë se është rënduar dhe kërkon ndërhyrjen e institucioneve përgjegjëse. Ajo thotë se jeton me frikë dhe për sigurinë e fëmijëve të tjerë të mitur të familjes, se kush e di ç'fëmijë janë ato nga ç'familje vijnë. Po ja pra se shif çfarë ndodhi, gjykata e ka lënë në procedim të lirë, domethënë. Tashi, nuk e di se janë edhe ligjet dhe duhet i vendosen, po patjetër shiko këtu unë nuk mendoj që është gjë burgu kjo, nuk e zgjidh burgu këtë. Po burgu ato mund t'i bëjë më keq. Mund t'i bëjë më keq, pikërisht. Dhe këto vajza duhet kenë patjetër një trajtim minimum me psikolog, psikiatër, shteti do të bëjë diçka sepse nuk mund pse janë bërë kështu dhunuese. Patjetër. Dhe ato se shiko, këtu luhet e gjithë ajo ideja e asaj pyetjes shumë të madhe, njeriu lind i keq apo bëhet? Lind apo bëhet? Janë tema që i trajtojnë shumë librat edhe këto. Nuk e di nëse regjia më vendos dot planin që kam në laptopin tim prapa shpinës, që ta shohë dhe Arlinda. Po në foto publikuara që sigurisht Top Channel i ka mbuluar fytyrat, vetëm nëse mund të na nxjerrë regjia pas, fytyrat të cilave Top Channel i ka mbuluar, megjithëse fatkeqësisht disa media të tjera i kanë publikuar siç janë, se as me këtu nuk jam. Jo, nuk jam të mitura që kanë nevojë për trajtim. Patjetër, nuk duhen absolutisht. Madje edhe rrethësisht të ndaluar. Njërës prej këtyre, pa dashur të jenë paragjykues. Njëra prej dhunuesve ka të vizatuar një kallash mitroloz, nuk e di çfarë mund të themi. Ajo tregon, nuk është paragjykim, diçka tregon. Sepse çfarë mund të jetë? Domethënë çfarë mund të jetë? Pikërisht. Kur ti shef një fëmijë që ka bër apo një fëmijë që bën çahet apo çast ndodh, domethënë është kampanë alarmi, sidomos për prindin, i cili duhet të rri aty. Shikoj, mendoj që dikush shpëton, domethënë, qoftë se ka dhe prindër të varfër që nuk e kanë mendje shkojnë në punë, po më shumë mendoj që janë prindër që rrinë për veten celular edhe humbasin fëmijët. Ka familje të varfra në këtë vend që ka rritur fëmijë të mrekullueshëm, djem dhe vajza shëmbullor. Nuk është gjithmonë çështë leku, madje ndonjëherë leku. Ndonjëherë leku i prish më keq, sepse i jep mjete të cilat ata nuk i kanë merituar dhe nuk i jep asnjë lloj satisfaksioni për jetën. Po pa dashur të jap, as para gjykojmë as japim këshilla. Unë mendoj që prindi duhet i hapi syt katër, t'i bëj syt katër, sidomos në moshë më të vështirë që është adoleshenca. Sepse aty nuk është thjesht adoleshenca që ka, po edhe hormonet psojnë një, domethënë është e provuar dhe shkencërisht, që është një fazë shumë e rrezikshme dhe prindi duhet të ketë syt katër. Domethënë nuk duhet të ketë gjë tjetër për të bërë përveç se të përqendrohet tek fëmijët të cilët ka zgjedhur ai t'i sjell në jetë, se duhet themi edhe këtë. Ke zgjedhur të bësh mos bëj fëmijë, nëse nuk je i aftë mbash fëmijë, mos bëj fëmijë. Unë jam ekstremisht për këtë gjë. Dhe i mirëkuptoj shumë njerëz që thonë unë nuk bëra fëmijë se kam zgjedhje. Dhe është shumë mirë, absolutisht një njerëz që nuk ndjen se duhet bëj fëmijë, nuk i bën. Jo të bësh fëmijë për tu tick boxes. Se kështu i bie, domethënë, që duhet të absolutisht të bësh një egoizëm ndonjëherë. Po për egoizëm se dua të kem unë se ka filani, se ka fistek, apo do plakem apo gjëra të kësaj natyre. Është mision, është detyrë e përditshme, Gjithsesi, folëm për librin, një temë që ndoshta prek më pak njerëz, por kjo nuk ka rëndësi, se gjërat që gjithmonë bën për masivitet, edhe mos harroni që këtë verë krahas aparatit, Instagramit që janë mjete të nevojshme, nuk i shpëtojmë dot, gjithë i bëjmë.
të keni edhe një libër aty, 2 faqe, Po, 3 faqe, 3 faqe. Aq, ndoshta ju lind dëshira për të lexuar. Absolutisht. Për të lexuar. Edhe nuk mendoj që janë pak, ë? Ka absolutisht, unë shoh te Babeli lexuesit edhe vinë, kanë interes, jo, ka lexues, po natyrisht nuk janë shumë. Nuk janë shumë, po nuk janë pak. Po, sidomos edhe do të mendojmë kështu, sepse për ndryshe i vit presin vena. Po, fiks. Po është edhe bukur edhe në plazh kur ti je në jug apo në veri të Shqipërisë që sheh të moshuar apo të rinj që kanë një libër aty që shfletojnë. Është mrekulli, mua direkt më shkakton një kështu buzëqeshje. Arlinda, të falenderoj shumë që ishe në program. Faleminderit Roni, jam gjithmonë e kënaqur kur bisedojmë bashk, absolutisht. Iki me energji të reja dhe edhe mësoj diçka. Faleminderit shumë për gjitha njohurit, uroj një të martë të mbarë në vazhdim. Ne, Danko, kemi rritur në fund të programit për ditën e sotme, do të ritakojmë nesër për një temë shumë të rëndësishme, po nuk po ja zbuloj sot. Deri atëherë, bëfshit qef.